Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa ba'd. Kemi rritë temën e 29, të cilën autori Allahu rujtë të titullon Maqamul Ihsan, pozita apo niveli i ihsanit. Dhe si që dim më herët e kemi marrë hadithin që është i njohur për juve, hadithin Umar ibn al-Khattabit radiallahu anhu, u të regon se Gjibrili ka ardhur te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në formën e një arabi të shkretinës, edhe ka pyet, ja ka parashtuar disa pyetje, dhe një prej pyetjeve që ja ka parashtuar, po qëllimi i këtyre pyetjeve, siç e dim, ka qenë me mësu njerëzve, sahabe dhe njerëzve në përgjithësi fen islame. Dhe prej këtyre pyetjeve ishte kur i ka thonë fa akhbirni anil ihsan, më trego se çfarë është ihsani. Dhe këtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është përgjigj, ka thonë en ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Ta adhurosh Allahun sikur po e sheh. Nga se edhe pse ti nuk e sheh atë, ai të sheh ty. Ihsani është shkalla më e lartë dhe më sublime e fesë. Dhe ata të cilët kanë arrit në këtë nivel të fesë, janë ata të cilët i kanë përkryer të gjitha fazat apo nivelet e fesë. Janë ata të cilët ju paraprin tjerëve në vepra të mira, që janë afër Allahut subhanahu wa taala në shkallë të larta. Ihsani është thelbi, shpirti dhe plotësimi apo përkryrja e fesë islame. Dhe qëllimi me ihsanin është me përkry një gjë, me përsos atë. Po qëllimi është që me përkry, pra me kry veprën, adhurimin, në formën edhe mënyrën më të plot, edhe më të përkryer, më të bukur, si me të jashtmen tënde, po ashtu edhe me të brendshmen tënde. Po me vepra, me gjymtyrë të jashtme, mirë po gjithashtu edhe me zemër. Si atëherë kur je në publik, prezencën e tjerëve, si atëherë kur je fshehtas, kur nuk sheh askush. Pra ata që janë muhsinun për robëve të Allahut janë ata të cilët i kanë përkryer edhe përsos adhurimet e tyre. Pra i kanë kryer këto adhurime, edhe i kryejnë këto adhurime që është më lart të përkryera të plota nga gjitha aspektet. Ka aspekte jashtëm i brendshëm, atëherë kur i kryejnë fshehtas edhe haptas. Dhe kjo vjen si rezultat dhe si rrjedhoj i devotshmërisë dhe pastërtisë së zemrave të tyre. Pa që këta kanë pastërti të plot, devotshmëri dhe mirësi të plot në zemrat e tyre. Si edhe si rezultat i vetdijes së tyre për mbikëqyrjen e Allah subhanahu wa taala mbi ta. Pa që Allah i sheh dhe i mbikëqyr në adhurimet dhe veprat me të cilat afrohen te Allah subhanahu wa taala. Për këtë arsye, pra çish po thotë edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, gjendja e tyre në adhurimet që ja kushtojnë Allah subhanahu wa taala është se ata adhurojnë Allahun sikur po e shohin. Po kjo tregon se ata kanë arrit këtë nivel, këtë shkallë kaq të lartë të murakabes, pra vetdijes që janë në mbikëqyrjen e Allahut subhanahu wa taala, pra që Allahu i sheh edhe i këshyr adhurimet dhe veprat e tyre, në atë mënyrë sa që ata kur adhurojnë Allahun, zemrat e tyre janë prezente, janë dëshmitare dhe janë larg shkujdesjes, janë larg ngafletit. Dhe ihsani është përmend në shumë vende në Kur'an. Nganjëherë është përmend së bashku me imanin, nganjëherë është përmend së bashku me takvallahun, me devotshmërinë. Nganjëherë është përmend me këto dyja bashk, pa me imanin dhe me takvallahun. Nganjëherë është përmend së bashku me përpjekjet, pra luftën që duhet bën njeriu me nefsin e tij. Nganjëherë është përmend së bashku me shpenzimin e pasurisë në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Dhe nganjëherë është përmend së bashku me islamin. Dhe nganjëherë është përmend në mënyrë të përgjithshme së bashku me veprat e mira. Allah subhanahu wa taala thot: "Laysa 'ala alladhina amanu wa 'amilu s-salihati junahun fima ta'imu idha mattaqaw wa amanu wa 'amilu s-salihati thumma ittaqaw wa amanu thumma ittaqaw wa ahsanu wallahu yuhibbul muhsinin." Nuk ka gjëna për ata të cilët besojnë dhe bëjnë vepra të mira, për çdo gjë që ata hajnë dhe ushqejnë prej atyre gjërave. Nëse ata e kanë frikë Allahun, por ruhen prej gjërave të ndaluara dhe besojnë dhe bëjnë vepra të mira, dhe pastaj prap sërish e kanë frikë Allahun, ruhen prej gjërave, prej mëkateve dhe besojnë, dhe pastaj sërish prap ruhen prej gjërave, tregohen të devotshëm, edhe i përkryen veprat e tyre, bëjnë vepra të mira. Wa ahsanu.
Dhe Allahu i don këta që janë vepër mirë, po këta që i përkryjnë adhurimet edhe veprat e tyre. Pra, ihsani që ka si shkak për me fitu dashurinë e Allahut subhanahu wa taala. Po ashtu Allah subhanahu wa taala thot inna Allaha ma'a alladhina ittaqaw wal ladhina hum muhsinun. Vërtet Allah është me ata që i ruhen, kanë frikë Allahun e ruhen për gjëra që janë muhsinun. Po që i përsosin dhe i përkryjnë veprat e tyre. Pastaj thot inna alladhina amanu wa amilu salihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Vërtet ata që besuan dhe bëjnë vepra të mira, ne nuk do t'ja humbësh përblimin e atyre që i përkryjnë veprat e tyre, i përsosin. Gjithashtu thot walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allaha la ma'al muhsinin. Ata që luftuan, po që u përpoqën për hir tonën, për çështjen tonë, ne vërtet ata do të udhëzojnë në rrugën tonë. Dhe vërtet Allah është me vepërmirët, po me ata që i përkryjnë adhurimet e tyre. Pastaj Allah subhanahu wa taala thot bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih wa la khawfun 'alayhim wa la hum yahzanun. Nuk është ashtu mirë pa ai që e dorëzon fytyrën e tij për Allah, pra i nështrohet i përulet Allahut me tërë qenin e tij, duke qenë muhsin, vepër mirë, pa duke i përkryer dhe përsos veprat e tij, atë prat shpërblimi i tij te Zoti i tij, dhe për ta nuk do të ketë frikë dhe as pikëllim. Ngjashëm me këto është ajeti në surën Luqman ku Allah thotë: "Wa man yuslim wajhahu ila Allahi wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil 'urwati al-wuthqa." Kushdo që e dorëzon pra veten e tij, po ajeti është fytyrën e tij, për qëllim është po këtë qenin e tij, ja nështron Allah subhanahu wa taala dorëzon duke qenë muhsin, duke qenë pra vepër mirë që i përkryen veprat e tij, kjo është kapur për vegën apo për lidhjen më të fortë. Ndërsa në surën Bakara Allah thot wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukati wa ahsinu inna Allaha yuhibbul muhsinin. Shpenzoni në rrugën e Allahut subhanahu wa taala pi pasurisë juaj dhe mos e dërgoni, mos e çoni veten e juaj në shkatërrim dhe përkryeni adhurimet e juaj, veprat e juaj, nga se vërtet Allah i don ata që janë vepër mirë, pa që i përkryejnë veprat e tyre. Për këtë arsye, dietari i njohur Hafidh al-Hakimi, Allahu mëshiroft, thotë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka shpjeguar ihsanin me një shpjegim që s'ka mundësi asnjë shpikrijesa më dhon kësaj shpjegimi. Kjo për shkak që fjalët përmbledhura që Allah subhanahu wa taala ka dhënë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pra që ka qenë si veçori me cilën e ka dalluar prej këtë pejgamberëve të tjerë. Pra që pejgamberi ka folë fjalë të pakta me kuptime madhështore, të shumta. Edhe pasaj pra e përmend po definicionin që ka thonë pejgamberi që e lexuam më lart që ihsani është madhruar Allahun sikur pa sheh. Nga se edhe pse nuk e sheh ti, Allahun ai sheh ty. Dhe për këtë hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ne po e kuptojmë që ihsani pas ka dy shkallë, dy nivele. Edhe ata që janë muhsinun, pra që kanë arrit këtë nivelin e ihsanit, pra vetë ndahen janë në dy grupe, ndahen në dy grupe ose dy kategori, të cilat dallojnë njëra prej tjetrës. Dhe niveli i parë i ihsanit, që është niveli më i lartë, është fillimi i hadithit, ku po thotë pejgamberi me adhuru Allahun sikur pa sheh. Këto dietarët e shohin makamul mushahada. Niveli i shikimit, po kuptimi i kësaj është që ti ose i dëshmimit, me dëshmu me zan, me shiku me zan, po qëllimi i kësaj është që ti njeriu pra me kry veprën e tij, me adhuru Allahun subhanahu wa taala në bazë të shikimit që e bën Allah subhanahu wa taala me zemrën e tij. Po kuptohet, ne e dimë që pe akidës tonë është Allah nuk shihet me këtë botë me sy tonë, me sy të ballit, mirë po shihet me zemrën. Po me adhuru Allahun, me kry veprën, adhurimin e ibadetit në bazë të shikimit që e bën njeriu me zemrën e tij, po që e sheh Allahun me zemrën e tij. Kjo është pra kur zemra e njeriu ndriçohet me iman. Kur zemra e njeriu ndriçohet me dritën, me nurën e imanit dhe besimit. Kur në zemrën e njeriu depërton besirën, ajo drita e diturisë, dijes, saqë të kaj gajbe e padukshme bëhet sikur e dukshme. Po ai që arrin bindjen, edhe besim të paluhatër, saqë e padukshme janë gajbe për cilën na ka njoftuar Allahu për të sikur pa sheh. Prandaj kushdo që adhuron Allahun subhanahu wa taala, duke pas këtë vetdije, po që Allah është afër tij, edhe Allah është para tij. Po që ai kur për shembull kur falet e ka Allahun subhanahu wa taala sikur me pas përpara, po sikur po e sheh ato,
Atëherë patjetër që ky nivel i ihsanit ka me sjellë në zemrën e tij khashje, pa frikë respekt ndaj Allahut subhanahu wa taala. Ka me sjellë dron ndaj Allahut, nderim edhe madhrim respektim për Allahun subhanahu wa taala. Niveli i dytë i ihsanit, për cilën po na tregon hadithi, është ai që quhet makamul ikhlas. Niveli i ikhlasit, sinqeritetit. Po kjo është kur njeriu besimtar e kryen veprën e tij, adhurimin e tij, duke qenë duke pas atë vetdijen që Allahu po e sheh këtu. Po Allahu po e mbikëqyr këtu. Allahu është afër tij. Prandaj nëse njeriu ka këtë gjë në vetdijen e tij ose në zemrën e tij, në vazhdimisht në adhurimet e tij, në veprat e tij, e ka domethënë këtë vetdije ose domethënë këtë ndjenjë që Allah është po e sheh, Allah po e mbikëqyr, Allah është afër tij, atëherë patjetër që atë adhurim ka me krye sinqerisht për Allah subhanahu wa taala. Qase që kjo vetdije e pengon njeriu që në adhurimet e tij mu kthyet te dikush tjetër përveç Allah subhanahu wa taala. Po që me veprat e tij më synua më dëshiroj dikon tjetër përveç Allah subhanahu wa taala dhe shpërblimin e tij. Dhe që ky nivel i ihsanit është rruga edhe mjeti që dërgon te niveli i parë. Po ne do të më arrijmë këtë nivel, pastaj përmes tij arrijmë deri te niveli i parë që përmendom më lart. Për këtë arsye pam që edhe pejgamberi sa thon këtë nivelin e dytë të ihsanit e ka sjell si shpjegim për nivelin e parë. E ka thonë fa illam takun tara fa innahu yarak. Nga se edhe pse ti nuk e sheh Allahun, ai të sheh ty. Ka në disa versione të hadithit ka thonë fa innaka illa takun tarahu fa innahu yarak. Po kuptimi është i ngjashëm i njëjtë. Nga se ti vërtet edhe pse nuk e sheh Allahun, ai të sheh ty. Prandaj kur besimtari arrin me realizu këtë nivel të ihsanit në adhurimet e tij, me di që Allah po e sheh, Allah është mbikëqyrës po e sheh të mbrëmshmen edhe të jashtmen e tij. Po e sheh në rastet kur ai është në vetmi, fshehur azi kur është publik haptazi. Dhe që Allah subhanahu wa taala nuk i fshihet asgjë prej çështjeve të tij. Atëherë kur arrin këtë nivel, pastaj ka shumë të lehtë me kalu dhe më zhvendos në nivelin më të lartë të ihsanit. E që është që besimtari gjithmonë në vazhdimsi me realizu qatë besirën, qatë shikimin ose diturinë e zemrës, qatë dritën e zemrës, që gjithmonë me qenë me pas besirën, me pas dije edhe bindje që Allah subhanahu wa taala është me të. Allah subhanahu wa taala është afër tij. Po që ky kur adhuron Allahun, e adhuron sikur po e sheh. Dhe Allah subhanahu wa taala ka përmend këtë kuptim, këtë domethënie në shumë vende në Kur'an. Për tyre janë ajetën surën Yunus, ku Allah thot: "Wa ma tatlu minhum min Qur'an, wa la ta'maluna min 'amalin illa kunna 'alaykum shuhudan idh tufiduna fi." Çdo pjesë të Kur'anit që lexon ti, ose jo njerëz, çka do që ju veproni, pe veprave tuaja, ne jemi dëshmitar kur ju e filloni e nisni edhe ndërmarrni ato veprime, ato domethënë adhurime ose veprime kështu më radh. Wa ma ya'zubu 'an rabbika min mithqali dharratin fil ardi wala fis sama, wala asghara min dhalika wala akbara illa fi kitabin mubin. Dhe Allahut nuk i fshihet as sa pesha e grimcës. Po kjo dharra në gjuhën arabe është për qëllim ato brecat e vogël, janë milingonat e vogla, po merret si shembull po diçka shumë të vogël. Po Allah subhanahu wa taala nuk i fshihet asaj, domethënë sa është një gjë që është sa pesha e grimcës më të vogël, që është në qiell në tokë, por çdo gjë për Allah subhanahu wa taala është e ditur, që Allah e sheh dhe e din, nuk i fshihet asgjë. Madje thotë edhe më e vogël se kaq, qoftë edhe më e vogël se kaq ose më e madhe, veç sa është e shënuar në librin e qartë, po në pllakën e ruajtur, Lahul Mahfuz. Pastaj vazhdojnë ajetet ku Allah thotë: "Ela inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun." Venere, vërtet miqtë e Allahut, evlijatë e Allahut, për ta nuk ka frikë, as nuk ka pikëllim. Po na duhet me baki ndërlidhje me sa jetë. Pse Allah subhanahu wa taala më herë mas këtij ajetet për cilën po flet për dijen e tij që ka përfshirë çdo gjë, po i përmend domethënë evlijatë e Allahut. Nga se njeriu që shkruan me poshtë nuk mund të më bëjë veli Allahut nëse nuk e arrin nivelin e ihsanit. Po me ditë se çdo gjë që vepron është në mbikëqyrjen e Allahut subhanahu wa taala. Dhe Allah po thotë vërtet evlijatë e Allahut, dashurët e Allahut, për ta nuk ka frikë, as nuk kanë pse pikëllohen. Alladhina amanu wa kanu yattaqun, të cilët ishin besimtarët vërtet dhe
ruheshin për gjunave, pa kishin frikë Allahun. Lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Për ata i presin lajmet e mira në jetën e kësaj bote dhe në botën tjetër. La tabdila li kalimatillah. Nuk ka askush nuk mund të ndryshu fjalët e Allahut, vendimet e tij. Dhalika huwa al-fawzul azim, dhe kjo vërtet është fitimi i madh. Po ashtu Allah thot, siç e dim surën Bakara, wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kur robërit e mi të pyesin ty për mua, tregoje që unë jam afër. Ujibu da'wata da'i idha da'an. Unë i përgjigjem lutjes së lutësit kur ai më lutet mua. Falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun. Prandaj thot ata le të përgjigjen pa thirrjes time. Po le të besojnë, le të më besojnë mua në mënyrë që të jenë të udhëzuar në rrugën e drejtë. Ndërsa sura Shuara Allah thot wa tawakkal 'ala al-aziz ar-rahim. Bështetu te ai që është i plot fuqishëm dhe mëshirëplot. Alladhi yaraka hina takum, i cili të sheh ty kur ngritesh edhe qëndron në kam namaz. Wa taqallubaka fi sajidin, dhe lëvizjet e tua në mesin e atyre që falin namaz. Innahu huwa as-sami'ul basir, wa ta'ala Allah është gjithë dëgjuesi dhe i gjithdijshëm. Pra në këto ajete për kuptojnë se evlijat Allahut, pa dashurit miq të Allahut subhanahu wa taala që kanë frikë Allahun, që janë muhsinun, që i përkyjnë adhurimet e veprat e tyre, janë ata të cilët e kanë besuar Allahun. E besojnë ilahien e Allahut, pra që Allah është meritori për të adhuruar. E besojnë rububin e tij, pra që Allah është Zoti vetëm, krijuesi vetëm e kështu me radhë. Dhe që i besojnë emrat e cilësitë e tij, dhe që e veçojnë Allahun subhanahu wa taala me ibadet, me adhurim, duke shfaqur dashuri në shtrim për ulje, frikë dhe shpresë ndaj Allahut subhanahu wa taala, si dhe dëshirë dhe dro. Po ashtu frikë, respekt edhe për ulje, nderim dhe madhrim në këto adhurime. Gjithashtu duke shfaqur mbështetjen e plotë Allahut subhanahu wa taala dhe duke e treguar nevojën që e kanë për Allahun subhanahu wa taala dhe që nuk kanë nevojë për askën tjetër përveç tij. Po ashtu, pra evliat Allahut janë ata të cilët janë muttaqun, pra që kanë pas frikë Allahun, duke i zbatuar urdhat e tij dhe duke i dashur ato gjëra që e kënaqin Allahun subhanahu wa taala, ato vepra kështu më radhë me cilat arrin kënaqësinë e Allahut, dhe duke i praktikosur ndalesat e Allahut subhanahu wa taala dhe shkaqet që e sjellin zemrimin e Allahut subhanahu wa taala. Gjitha këto i veprojnë që sa më drejt tash me të jashtme dhe mbrapshmen e tyre. Jo vetëm me të jashtme, por edhe me zemrën e tyre, me mbrapshmen e tyre. Fshehtas edhe haptas, por kur janë publike dhe kur janë vetmi. Dhe kjo ndjenjë ose kjo përjetim që e kanë ata në shpirtin e zemrës tyre i përfshin fjalët e tyre, veprat e tyre dhe besimet e tyre, po çështjet e akidës. Po zemrat e tyre gjithmonë e kanë atë ndjesinë, po ashtu po zemrat e shpirtat e tyre kanë e përjetojnë ose kanë që ndjesinë që Allah subhanahu wa taala i ka përfshi ata me dijen e tij, me fuqinë e tij, me butësinë e tij, me caktimin e tij e kështu me radhë. Dhe kjo ndjesi që është më lart, po ata i përcjellin dhe i shoshon në të gjitha fjalët që i thonë, në të gjitha qëllimet që i kanë në zemrat e tyre, në të gjitha veprimet e tyre, qofshin që bojnë haptazi ose fshehtazi, në të gjitha lëvizjet apo mos lëvizjet, edhe në çdo situatë, në çdo rrethon. Po gjithmonë ata e pyesin veten se e kryen një vepër, si vepruan, ku e vepruan dhe kur e vepruan ato. Prandaj pra, për këtë arsye veprat e tyre, adhurimet e tyre janë sinqerta, të kulluara, të pastra vetëm për Allahun subhanahu wa taala, edhe në përputhje me shariatin, me fenë Allah subhanahu wa taala, me ligjin që ja ka zbrit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po veprat e tyre janë gjithmonë të kurzuara dhe ndërlidhura me shpallën që Allah subhanahu wa taala i ka zbritur te pejgamberët e tij dhe për cilën kanë folur librat e tij. Po kjo është ajo që gjithmonë është prezente në zemrat e tyre. Edhe domthonë në veprat e tyre, adhurimet e tyre gjithmonë që është më lart, po depërton që e drita e dijes e diturisë së zemrës, që e besirën. Prandaj pra ata adhurimet e tyre i bojnë sinqerisht për Allahun, edhe e kanë në vetdijen e tyre mbikëqyrën e Allahut subhanahu wa taala, sikur janë vazhdimisht duke pa Allahun, sikur Allah subhanahu wa taala është gjithmonë për atyre dhe ata po e shohin Allahun. Kjo vjen si rrjedhoja për rezultat i dijes së tyre të plotë që e kanë për Allahun subhanahu wa taala. Pa që Allahu gjithmonë i shah ata, Allahu e shikon gjendjen e tyre, i dëgjon fjalët e tyre. Për këtë arsye pa ata e dorëzojnë ose edhe hedhin veten e tyre plotësisht para Allahut subhanahu wa taala. Kthehen te Allahu subhanahu wa taala me tërë qenin e tyre. Kërkojnë strehtë te Allahu prej Allahut.
dhe kërkojnë mbrojtje prej Allahut përmes tij. Edhe e dojnë Allahun subhanahu wa taala me gjithë zemrën e tyre. Dhe kjo është ajo që i ka mbush, po zemrat e tyre janë mbush me dritën e kësaj njohurie dhe diturie për Allahun subhanahu wa taala. Prandaj pa zemrat e tyre nuk pranojnë, nuk kanë vend për dikon tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala. Me Allahun ata shikojnë, me Allahun dëgjojnë, me Allahun prekin ose kapin me dorën e tyre dhe me Allahun esin. Këto fjalë që lexuam janë fjalët e Ibn Qayyim të Allahut shumë. Në librin e vërtet fjalët e dietarëve që përmend më lart në librin e Ma'rijul Qabul. Dhe për këto fjalë dëshmon hadithi i Abu Hurairës radhiyallahu anhu, i cili është hadith i njohur për juve, ku tregon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që Allahu ka thënë, pra është hadith kutsi. Hadithin transmetohet te Buhariu, "Men aada li waliyan faqad adhantuhu bil harb." Kush e lëndon me miktimin, unë i kam shpall atij luftë. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alayhi. Pastaj Allah tregon se si mu bëte i dashur i afërm i Allahut subhanahu wa taala, me këtij që Allah më mbrojti. Thot robi im nuk është afruar te unë me diçka më dashur se sa me obligimet që ja kam bërë farzat. Farzat që ja kam bërë detyrim ose obligim për ta. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dhe robi im vazhdon të afrohet on me vepra vullnetare nafile derisa ta duat. Fa idha ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Pra kur unë dua robin tim, atëherë bëhem dëgjimi i tij me cilën ai dëgjon. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dhe bëhem shikimi i tij me cilën ai sheh. Wa yadahu allati yabtishu biha, dhe bëhem dora e tij me cilën ai godet ose kape kështu më radh. Wa rijluhu allati yamshi biha, dhe bëhem këmbë e tij me cilën ai ec. Wa in sa'alani la u'tiyannahu, nëse kërkon diçka prej meje unë patjetër do t'i jap atij. Wa la in 'adha bi la u'idhannahu, dhe nëse mbrohet përmes meje, domthon përmes meje unë patjetër do ta mbroj. Nëse kërkon mbrojtje prej meje unë patjetër do ta mbroj. Wa ma taraddatu an shay'in an fa'iluhu taraddudi an nafsi 'abdi al-mu'min. Yakrahu al-maut wa ana akrahu masa'atahu. Dhe Allah subhanahu wa taala, që fundi i hadithit është vërtet i çuditshëm. Thot Allahu nuk kam hezitu për asë një gjë që unë e veproj përveç kur ja marr shpirtin robit tim besimtar. Thot ai urrejnë vdekjen kurse ne e urrejmë bë keq atij dhe patjetër kam ja marr shpirtin, por ka ardhur momenti i vdekjes. Prandaj pra gjërave më të rëndësishme që na ndihmojnë me realizu nivelin e ihsanit është me udhëzu përmes udhëzimeve të Kuranit, me ndjek udhëzimet e Kuranit. Siç e pam pra më lart ajetin surën Yunus, ku Allah subhanahu wa taala thonë: "Wa ma takunu fi sha'n." Në çdo gjendje që jeti, "Wa ma tatlu minhu min Qur'an", edhe çka do të lexon prej Kuranit. "Wa la ta'maluna min 'amalin illa kunna 'alaykum shuhudan idh tufiduna fi." Dhe çdo vepër që e bëni ju njerëz, thotë ne jemi dëshmitar ku e ndërmerrni ato. "Wa ma ya'zubu 'an rabbika min mithqali dharratin fil ardi wala fis samai wala asghara min dhalika wala akbara illa fi kitabin mubin." Dhe thot Allahut nuk i fshihet asgjë që është qenë në tokë, edhe nëse është domthon pesha grimses më e vogël. Edhe nëse është më e vogël, edhe qoftë më e vogël ose më e madh, thot jo që nuk i ka Allahut, mirë po edhe është e shkruar, që po më lart pra në librin e qartë. Ibn Kathir Allah më shoft kur e shpjegon këtë ajet në tefsirin e tij, thot Allahu në këtë ajet po na sfarë pe njofton pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Se në të gjitha gjendjet në për cilat kalon ai, edhe umeti i tij, edhe këtë krijesat e tjera, pra në çdo çast, çdo moment që e kalon çdo orë kështu më radh, Allahu subhanahu taala i dënon. Është i ndihshëm për të. Dhe dije se Allahu subhanahu taala dhe shikimi të tij nuk i fshihet asgjë as grimca më e vogël. Sado që është diçka domosdoshmë pa vlerë ose e vogël, çon çelën tokë, Allahu dije se dhe shikimi të Allahut nuk i fshihet. Madje çysh e pa pra ajeti po thotë që edhe nëse është më e vogël sa më madh, këtë është e shkruar në librin e qartë. Kjo thotë është e ngjashme me ajetin tjetër që në surën An'am ku Allah thotë: "Wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu." Te Allah janë çelësat e ghaibit, të padukshmes. Dhe askush tjetër përveç tij nuk i din. Ja wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Allah din çdo gjë që është në tokë dhe në det, në oqeane. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Nuk ka ndonjë gjeth që bie dikun në këtë univers veç se Allah e din.
wala habbatin fi dhulumatil ardi wala ratbin illa wala yabisin illa fi kitabin mubin. Edhe nuk ka ndonjë kokër që është diku në errësirat e tokës, qoftë e thatë apo e njom, ose sipas një shpjegimit tjetër, çdo gjë që qoftë e gjallë apo që është e pagjallë, po e thatë edhe e njom, e gjallë e pagjallë, veç është e shkruar në librin e qartë. Pra Allah subhanahu wa taala, po vazhdon Ibn Kathir thotë, Allahu po na tregon se Allah i din edhe lvizjet e pembe, edhe lvizjet e gjëra tjera për gjëra të pashpirë në ngurta. Dhe gjithashtu Allah na ka treguar që Allah i din ka dija ti përfshin edhe kafshët të tjera, po shpezët e kështu me radhë, siç ka thënë, wa ma min dabatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amthalukum. Nuk ka kafshë në tokë apo shpezë që fluturojnë me krahët e tyre, thotë veç se ato janë popull bashkësi sikurse ju njerëz. Ma farratna fil kitabi min shay. Allah thotë nuk kemi harru asgjë në libër, po çdo gjë është e shkruar. Nuk kemi lënë asgjë mungu. Çdo gjë është e shkruar në libër, po në Lauhul Mahfuz. Thumma ila rabbihim yuhsharun. Pastaj të gjithë do të tubohen te Allah, do të ringjallen, do të tubohen te Allah. Po ashtu në surën Hud Allah thotë: "Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin." Nuk ka ndonjë kafshë në tokë veç se rrezikun e ka te Allahu. Po Allah ka marrë përsipër me furnizu ato. Mi adhon mjetet e jetesës. Dhe Allah e din ku po shëndron ajo, për momente edhe ku është vendi që ka më vdek, ka më dhënë shpirt. Madje thot Allah, okay, kjo është e shkruar në librin e qartë, Lauhul Mahfuz. Po është e caktuar ç'është marrët. Prandaj nëse vazhdoni Ibn Kathir thotë, nëse kjo është dija Allah subhanahu wa taala për këto gjëra, atë çfarë mund themi për dijen Allah subhanahu wa taala për lvizjet e atyre që janë mukellefun, pra që janë ngarkuar me obligime edhe turnuar me adhurim ndaj Allah subhanahu wa taala. Siç ka thënë Allahu, pa lezu më larë, wa tawakkal ala al-azizir rahim. Mbështetu të ai që është i plot fuqishëm dhe mëshirë plot. Alladhi yaraka hina takum, i cili të sheh ty kur ngritesh, po qëndron këmbë namaz. Wa taqallubaka fi sajidin, dhe pastaj lvizjet e tua në mesën aty që falen. Për këtë arsye pastaj e lexon edhe pra ajetin surën Yunus që lezu më lart, thotë se Allah po thotë se çdo gjë që jo njerëz e ndërmerrni, çdo lvizje qoftë më e vogla, veç se Allah po thotë ne jemi dëshmitarët. Ju shohim edhe ju dëgjojmë. Edhe ajetet në surën Shuara që i lexuam, po këtu përfundon shpjegimin me këthiret, ndërsa ajetet në surën Shuara ku Allah po thotë mbështetju tek ai që është i plot fuqishëm, i cili të sheh kur ngritesh me fal namaz, dhe lvizjet e tua në mesin e atyre që falin, pra Allah subhanahu wa taala këtu po thotë se thot për jasëm që të sheh ty, po është në pikëqyrës mbi ty, edhe të sheh ty edhe nuk i fshihet atij asgjë. Edhe atëherë kur ti qëndron namazi për ulur, i nështruar, duke lutur Allahun, duke përgjëruar atij me shpresë dhe dëshirë, pra Allah të sheh edhe në këtë adhurim madhështor siç është namazi. Po të sheh kur ti ngritesh, të sheh domethënë kur ti lviz namaz, bjen ruku, bjen sejdë. Edhe Allah subhanahu wa taala e ka veçuar namazin mesin këtij adhurimeve për shkak vlerës edhe pozitës së lartë që ka namazi te Allahu subhanahu wa taala. Ka se ai i cili pra e ka zemrën prezente gjatë namazit të tij, pra e ka çat vedijen që tha më lart që kur është namaz Allah është afër tij. Atëherë i tilli patjetër kom për ulë dhe kom nështruar namazin, i kom e plotësu edhe me përkry këtë namaz. Dhe pastaj kur ai e plotson edhe përkry namazin, atëherë kom i përkry edhe veprat e tjera, adhurimet e tjera. Po përmes namazit ai ka më ndihmu veten e tij edhe në çështjet e tjera ose veprimet e tjera. Për këtë arsye Allah subhanahu wa taala në fund po thotë innahu huwas sami. Vërtet Allah është gjithë dëgjuesi. Po i dëgjon të gjitha zërat e krijesave, pavarësisht sa ndryshojnë ato, pavarësisht janë shpërndarë për hapura, pavarësisht sa lloje ndryshme të zërave, gjithë ai dëgjon Allah subhanahu wa taala. El Alim edhe është i gjithdijshëm. Po që thamë deri tash, po Allah subhanahu wa taala me dijen e tij ka përfshi dukshmën edhe të padukshmën. Pa ajo që është e jashtme dhe që është e brendshme. Prandaj kur besimtari ka këtë bindje, po këtë vetdije në zemrën e tij dhe në mendjen e tij që Allahu po e sheh ato në çdo situatë, çdo rrethon, edhe po i dëgjon pra të gjitha fjalët që i thot ai. Edhe Allah e din çdo gjë që përfshin zemrën e tij, që përmban zemrën e tij, qoftë shqetësim, breng, pikëllim, vendosshmëri apo niyet qëllim, atë këto janë gjëra që e ndihmojnë ato, domethënë që me arrit nivelin dhe pozitën e ihsanit.
Kjo është shpjegimi që ka dhënë pra këtyre ajeteve dietari Nur Abdulrahman Saadi Allahu shoft. Dhe gjithashtu ka domthonë në Kur'an ajete shumë të madhështore, të cilat e sqarojnë dijen e pakufishme të Allahut subhanahu wa taala. Po që Allah subhanahu wa taala me dijen edhe diturinë e tij ka përfshi çdo gjë. Po që Allahu subhanahu wa taala që është ka orë pa hata bi kulli shay'in alim. Allahu ka përfshi me dijen e tij çdo gjë. Edhe çdo gjë e ka numëruar me saktësi, por asgjë nuk i ka Allahu subhanahu wa taala dijes së tij. Pa Allahu subhanahu wa taala, siç e kemi përmendur shumë herë deri tash, e din çdo gjë që ka ndodhur, çdo gjë që do ndodh, edhe e din Allahu subhanahu wa taala një gjë që nuk është, që nuk ekziston sikur të ekzistonte si do të ishte. Po di Allahu subhanahu wa taala është absolute e përkryer. Dhe Allahu subhanahu wa taala i din edhe ato shikimet vjedhore që i bën sytë e njerëzve. E din çfarë shehin zemrat. E kështu më radhë që është shpjeguar më tash. Cilat janë këto ajete? Po kemi ajete të shumta. Allahu subhanahu wa taala thot për shembull, Wallahu bi kulli shay'in alim. Allahu është i dishëm për çdo gjë. Wallahu samiun alim. Allahu është gjithë dëgjuesi dhe i gjithdijshëm. Wallahu bima ta'maluna alim. Allahu është i dishëm për çdo gjë që veproni ju. Wallahu alimun bil muttaqin. Allahu e din kush janë të devotshmit, që kanë frikë Allahut. Inna Allaha alimun bi dhati sudur. Vërtet Allahu e din se çfarë shehin zemrat. Inna Allaha alimun bima yaf'aluna. Vërtet Allahu e din se çfarë veprojnë ata. Wallahu alimun bima ya'malun. Ngjajshëm. Fa Allahu e din se çfarë veprojnë dhe punojnë ata. Wallahu bima ta'maluna alim. Allahu e din se çfarë veproni ju. Inna Allaha alimun bima yasnaun. Pra edhe kjo ajeti është në kuptimin e njëjtë. Pra Allahu e din se çfarë veprojnë ata. Wa huwa bi kulli khalqin alim. Allahu është i dishëm për çdo krijesë. Por nuk i fshihet asgjë dijes Allahut. Inna Allaha khabirun bima ta'malun. Allah është i mirë informuar pa çfarë veproni ju. Awala ya'lamuna anna Allaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. A nuk e din ata se Allah subhanahu wa taala din se çdo bisedë që bojnë ata fshehtas ose haptas. Këtu i din Allah subhanahu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah din kurse ju nuk dini. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur. Allah din atë shikimin vjedhur që e bojnë syt dhe çfarë shehin zemrat e juaja. Wa'lamu anna Allaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuhu. Dijeni se Allah din çfarë keni në veten e juaj, çfarë shahni në veten e juaj, në zemrat e juaj, në shpirtat e juaj. Prandaj rujeni Allah subhanahu wa taala. Rujeni dënimit të Allahut. Wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Allah din ato që e shfaqni dhe ato që e fshehni. Wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Kjo domon kuptimi i jetit është i ngjashëm. Po ashtu Allah subhanahu wa taala thotë Wallahu ya'lamu ma fi qulubikum. Allah din se çfarë fshehni në zemrat e juaj, çfarë keni në zemrat e juaja. Wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Allah i din lëvizjet e juaja edhe atë vendet ku qëndroni ju. Wallahu ya'lamu a'malakum. Allah i din veprat e juaja. Innahu ya'lamu al-jahra min al-qawli wa ya'lamu ma taktumun. Vërtet Allah i din fjalët që thuan haptas dhe ato që ju i thuani fshehores. Po pse Allah subhanahu wa taala i sjell gjitha këto ajete? A do të më ndalë me nditur kësaj. Ka ajete të shumta janë. Këto janë të një pjesë ajeteve të Kuranit që flasin për këtë dije të Allah. Po besimtari kur lexon këto ajete do të më ndalë dhe më mbiditur. Po ajete edhe ngjashme me to. Po me përsion mbi kuptimet, domethënjet, aludimet e udhëzimet e tyre. Kur ndalet dhe mediton rreth kësaj, atë kjo patjetër ka më ndihmu ky meditim besimtarin me lejen e Allah subhanahu wa taala ka më ndihmu që mu përmirësu zemrat e tij. Patjetër ka më përmirësu zemrat e tij, edhe ka më arrit më ngrit për shpirtërisht me arrit nivelin e ihsanit. Edhe ka më adhuru Allah subhanahu wa taala duke i përkryer edhe i përsosur adhurimet edhe veprat e tij me cilat afrohet Allah subhanahu wa taala. Edhe kjo gjendje pastaj do ta shëshoj besimtarin në çdo kohë edhe në çdo rrethon, në çdo gjendje. Atëherë kur është që thamë deri tash në publik, në besën e njerëzve, por kur është fshehtasi, po ku nuk e sheh askush. Ka më përmirësu të jashtmen e tij edhe në brendshmën e tij zemrën e tij. Prandaj në fund lutem Allahun subhanahu wa taala që na bëj për robërit e tij që janë muhsinun dhe për miqve të tij, dashurit e tij që janë muttaqun, që kanë frikë Allahut subhanahu wa taala, dhe Allah dhe më mirë, Allahu alem. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.